Mi mbrëma dhe njerë nga studiot e ABC News, kësaj radhe në sondazhin ton përjafshëm Zëri Shqiptarëve. Pak më herë, në ora 8 me mua ishin përfaqësues të partive të reja, të Shqipëria Bëhet dhe të Lëvizjes bashkë me komentatorët për të folur pak për ato që në fakt ishte dështimi i arritjes një bashkimi të opozitës në takimin e thirrur nga Sali Berisha ditën e premte, në kuadër të pretendimeve tipra për të krijuar një kohezion mes forcave opozitare dhe protestës së shpallur prej tij të zyrtarizuar dhe sot, në fakt në drek prej tij të 24 janarit. Një protestë e cila ndërkohë nga një tjetër parti, nga ajo e Adriatic Klapa është me datën 17 janar, dhe ndërkohë po këtu në studion e ABC News, pra në Real Story, përfaqësuesi i Lëvizjes Bashkë, sa se ata do të organizonin vetë një protestë me datën 19. Pra kemi 3 protesta me datën 17, me datën 19 dhe me datën 24. Të treja thirrur nga partitë opozitare dhe asnjëra që nuk bëhet me tjetrën. Sigurisht ky lloj skepticizmi që u shfaq edhe në studion ton, edhe nga komentatorët dhe nga analistët, do shikojmë se si do jetë pasqyruar sot në sondazhin e bërë nga Eduard Zaloshnja, cilën e kam sot në studion. Mbrëma Zaloshnja, dhe me që s'ke sot 33 vjetorin, u bësh 100 vjeç. Faleminderit. 33 e kuptohet, njerëzit e shumëzojnë me mendje. Me sa, afërsisht. Me 1.5. Roland Beko është me mua, me mbrëma Beko. Me mbrëma. Dhe profesor Roland Lami, me mbrëma Lami. Me mbrëma. Atëre, Zaloshnja, ku është fokusuar sondazhi sonte? Sondazhi është fokusuar të pyetja a doni të votoni për një parti nga ekzistuesit, apo doni të krijohet një parti e re që nuk ju përfaqëson ju, me fjalë këto ekzistuese. Dhe pyetja është duket që ka qenë shumë tërheqëse për ata anketuarit, sepse mban rekordin brenda 24 orëve, nuk kam arritur ndonjëherë të kem 1444 persona që e kam plotësuar nga 2000 SMS që kam shpërndarë gjithë Shqipërinë. Kjo në vetvete tregon një farë mënyre dëshirën e votuesve për një zgjedhje të re, pra që të kenë mundësi të zgjedhin diçka ndryshe nga partitë kryesore. Është pasqyrë që si të është tregon në dy krahat. Nga njëra anë tregon zhgënjimin me partitë ekzistuese, të mëdha dhe të vogla, dhe nga ana tjetër duan diçka tjetër të re që të lindi, por që s'po lind t'ja u mbushin mendjen kaq. Nuk e di, Lami dhe Beko, nuk e di nëse patën mundësi ta ndiqnin bisedën në ora 8, fokusuar pikërisht te fakti çfarë po bëjnë partitë e reja. Nuk e di sa patën mundësi ta ndiqnin, po nuk e ndoqët ju? Dhe përshtypja që kam unë, si gazetare politikës etj, si gazetar për 3 dekadash e gjysmë gatmi, me i farë përvojë modeste edhe në politikë shumë i ri. Ideja nuk është problemi tek shifra, tek numrat, është problemi tek mënyra se si bëhet opozicioni në këtë vend. Ergjys Mërtiri, kolegu jo, përmend një fjalë opozitë normale. Mendoj që fjala normale, Beko, më mungon. Mendojnë tek alternativat tona. Sot kemi një qeveri anormale, në sensi që qeverisë për 13 vjetësh, anormale në sensi që pavarësisht që sot ka një përballje me drejtsinë e re, kuotat e saj temi deri diku ruhen, pra janë në pozita palëvizshme. Anormale është fakti që opozita temi e madhe zyrtare nuk rikuperon, pra nuk fiton. Por po ashtu anormale është fakti që partitë e reja nuk ofrojnë një opozitë normale, një opozitë ndryshe, një opozitë tjetër. Pra, këtë shikojnë, këtë pashtet e nga debati sot, nuk e di si e pati ju. Bile dhe marë normale, pak se ju në një farë mënyrë po e paraqesin si normale se të opozitën që nuk ngrë. Pra, ju thoni që... Jo, thash anormale, është dhe që opozitën nuk ngrë. Po, është edhe ma normale, sepse po shkon në rënje. Pra, sa më shumë krijohet perceptimi që kjo qeveri e ka mbushur, le të themi, kohën e vet politike për të qëndruar aty. Politiko-biologjike, po. Politiko-biologjike. Kjo duhet të shoqërojë me rritjen e opozitës, edhe sikur ajo mos bënte asgjë, sikur vetëm të heshte, do të thënë ajo prap do të fitonte pikë, por ne shikojmë që opozita, e kemi fjalën këtu për Partinë Demokratike veçanërisht, sa shkon edhe po rrudhet. Tani jo, ishte trondicë sot sa e foltore është, treguesi më i mirë. Pamet ndoshta i kemi. Treguesi më i mirë është
ai dualiteti që kemi brenda Partisë Demokratike, që sado që mundohen ta mbajnë dhe ta fshejnë, ai është aty, është real, është vizibël, dhe ne po e komentojnë mediat, e komenton politika, e komentojnë gjithë. Cili është ky? Kemi parasysh Ervin Saliani, një antar i kryesisë Partisë Demokratike, politikan i ri, ka filluar të mbushi sallat prekosh, prej gati 2 muajsh, sallat të cilat kanë pjesëmarrje në fakt. Dhe vetëm kaq. Me lejen tonë, nuk e di nëse regjia e ka, duhet ta ketë një kronik. Sa i përket foltorës sonte që ka bërë sonte që bëri zoti Berisha. Nuk e di, regjia të ma konfirmoj nëse e ka, besoj duhet ta ketë. Ku sot një nga pjesëmarrësit mua më ka habitur. Beko. Foli, ajo ishte një foltore kryesisht që duhet ishte kundër qeverisë. Po personi që foli sot, një nga persona me mbiemrin Pina, ideal i ri, nga Pina mbiemrin, nga temi nga e folura, nga zhargoni duke që ishte djalë, duke ishte nga Tirana, i cili në fakt i përplasi zoti Berisha, temi në fytyrë në sensin politik të fjalës, gjithë tezat e Saliani. Nuk e di, e kemi kronika? E kemi? Kronika e lutem. Rezistencë sipas motit. Njerëzit në shesh të kuren, ashtu si temperaturat e këtij janari. Më në fund edhe militantët e Partisë Demokratike kanë filluar të besojnë se Rama nuk bie me një natë dimri. Mes mungesave ishte dhe Saliani, por në foltoren modeste të doktorit nuk munguan tezat e tij. Dështuan në zbatim. Edhe sot e gjykoj të gabuar imponimin kundrejt demokratëve të disa figurave të papëlqyera mes nesh. Madje e gjej krejt pavend gradimin e tyre në pozita drejtuese brenda PD-s apo grupit parlamentar. Shkelmuan pagumtim procesin që vetë pompua më aq fort si shembull të demokracisë së brendshme, primare. Ju morën hakun disa prej më të votuarve. Koncepti i demokratëve monark pas Karrigës, sidomos Karrigës opozitare, nuk i shkon PD si koncept. Më e rënda dhe e fundit e kësaj diagnoze ka të bëjë me sjelljen tonë politike pas 11 majit. Aty ku ne nuk guxuam të bëhemi bashkë, të ulemi, të analizojmë e të reformohemi seriozisht. Ta shohim njëri tjetrin në sy dhe të ngrihemi mbi baza të shëndosha, të sinqerta, gjithëpërfshirëse. Dua të them në këtë shes se ne nuk kemi nevojë për aleat fiktiv për krah. Kritikat nuk i dëgjoi Gazmend Bardhi që mungonte, por ishin Noka dhe Klliçi, i cili po të ënën u thirr në SPAK për fondet e paqarta të rithemelimit, por Berisha mendon se 2026 do të jetë viti i tij, po për arsye të mira. Opozita shqiptare ka vendosur të thrasë një protest me datën 24 janar, në të cilën t'i japi mesazhet e qarta për fundare Edi Ramës. Hiq dorë nga grushti i shtetit. Prano ligjin dhe kushtetutën. Përndryshe do të nxjerrim ne jashtë ligjit, jashtë kushtetutës. Por doktori siguroi se Shqipëria nuk bëhet kopje, ka mënyrën e vet origjinale. Këtë radhë evokoi sërish fantazmën e ish pacientit të tij të klinikës së udhëheqësve. Të bëjmë gjithçka për një proces, për një kryengritje paqësore, për një revolucion të ri, i cili do të fshi nga harta e Shqipërisë narkodiktaturën e verhorës. Rrisja e vetme e dekorit të protestës ishte një portret i ri i Ramës i veshur me tuta Nike, ndërsa si gjithmonë në listën e hetuar nga SPAK të qeverisë mungonte Arben Ahmetaj. Foltorja kësaj radhe zgjati 20 minuta, por më shumë se si augur i zi për jetë shkurtësinë e qeverisë, ishte sinjal se edhe doktori e ndjen të ftohtin. Gjithsesi Berishës i duhet të nxitoj. Dikush tjetër ka zënë be se do rrëzoj qeverin një javë para tij. Tiku sa e rafroi doktori, sërish bredh në për bulevard, me premtimin se do e rrëzoj Ramën para tij më 17 janar. Kjo ishte kronika, në fakt e dashë të transmetova Beko për dëgjuar zërin e atij djalit, nuk e njoh fare kush ishte, por artikulimi i tij ishte super i saktë. Ai ishte zotëria që foli, pika e mingopjes. Ishte i ri në moshë dhe është
aty unë tek ai lexova dy fenomene. E para njerë është vrar frika në një moshë të caktuar brenda Partisë Demokratike, sepse pjesa mbi 40 vjeç e lartë vazhdojnë ende të mendojnë që po fola, po thash të vërtetën si do të reagojë kryetari apo elita e partisë. E para dhe dyta na tregoi krizën e identitetit që ka Partia Demokratike. Pra PD-ja është në një krizë identiteti. Ata janë duke kërkuar identitetin e tyre, raportin personal si antar të Partisë Demokratike me premtimet, pra raportin me premtimet e pambajtura të leadershipit. Dhe kjo ka futur Partinë Demokratike në një krizë identiteti. Për këtë arsye, ajo është në zhbërje, është në tretje. Okej, mirë, për këtë arsye besoj që njerëzit kanë kërkuar dhe kërkojnë një alternativë tretë dhe sondazhet që kanë bërë Zaloshnja. Kësaj radhe Zaloshnja sondazhi yt shoh një shifër të lartë, 1444 veta që janë përgjigjur formularit tonë. Siç e thash në fillim, siç duket, kjo pyetje ka ngacmuar pikërisht ata njerëz që duan një ndryshim, pra nuk janë të kënaqur me asnjë nga partitë ekzistuese dhe pikërisht kanë marrë pjesë njerëz të tillë kaq shumë nga ata që s'kanë votuar fare, që është shtuar numri dhe kemi arritur në një... Pra, në këtë kampion përfshihen edhe njerëz që nuk kanë votuar me datën 11 maj. Po. Dhe prandaj dhe është rritur ndjeshëm kampioni. Kalojmë te pyetja e parë, nëse zhvillohet... Vetëm desha të thosh edhe një gjë që dhe kjo gjë ka bërë që marzhi gabimit kësaj radhe ta kemi vetëm 2.6%. Pra është nga 2.8 që ka qenë herën e fundit. Nga 2.8, 2.9 që zakonisht kapim ne, ky është 2.6%. Kalojmë te pyetja e parë, nëse zhvillohen zgjedhjet së afërmi, për kë do të votonit? Kjo është përgjigje nga të gjithë anketuarit. Një nga partitë ekzistuese 57.3%, ndërkohë shikoni një parti të re në qoftë se ajo krijohet 42.7%. Lami. Po, nuk është vetëm sondazhi i parë që nxjerr këtë nevojë që ka publiku për... Po nuk kemi parti të reja? Po, nevojë që ka publiku për të besuar në një formacion politik të ri i cili nuk është aktualisht në tregun politik. Kjo tregon leverin, mërzitjen, zhgënjimin që kanë për partitë ekzistuese, qoftë mëdhaja, qoftë vogla. Dhe kjo është një tregues i cili tregon për potencial, por mbetet në ide për sa kohë lëvizje nuk ka. Ato që janë lëvizje të reja tashmë janë të vjetra, për shkak se në vend që të rriteshin sondazhet tregojnë që kanë ulje të ndjeshëm dhe kam përshtypjen që do ta tregojë edhe ky sondazh, ndërsa partitë mëdha ekzistuese vazhdojnë ndet kanë domenin e vëmendjes, interesit, përqendrimit të votës, duke mos ndryshuar asgjë në kuptimin e politik që ata kanë ndërtuar për 30 vitesh. Zaloshnja, unë kam një përshtypje që edhe ky sondazh, po të shikojmë shifrat me radhë, vazhdon të tregon një anormalitet. Ose të tregon një... Tash unë jam midis dilemës. Është një anormalitet e gjithë gjëja, apo jemi në një realitet tjetër. Pra, ti si e shikon. Pra le të themi, kemi një qeveri që përballet pothuajse në 80% saj në nivel qendror dhe lokal me çështjet e tuara nga drejtësia, pra apo mundohem të jem korrekt në mënyrën si flas. Pasi po të flisja ku diun si në 1.24 apo ke syre, do thoja të kupton gjithë në burg, gjithë etj. Nga ana tjetër, shikojmë një realitet tjetër. Cili është realiteti? Realiteti për shembull e tha edhe gazetari në kronik. Për shembull ke një opozitë e cila bën protestën me një qeveri nga pas cilët i vesh rrobat e të burgosurve, kryeministri e vesh me rrobat e Maduros, dhe ndërkohë një nga figurat kryesore i cili është kërkim për çështje korruptive, nuk e shfaq fare, përkundërzi e quhen hero. Pra le të themi, ky lloj realiteti që i ofrohet shqiptarëve, duket ndonjëherë sikur shqiptarët të e përtypin. Nuk më duket që e përtypin. Paktën nga sondazhet që ne bëjmë. Po edhe nga prezenca e njerëzve aty. Edhe nga prezenca aty, po. 42.7% nuk është pak, po ta përkthem se Ska rrit kur po doja 42.7%. Ky kampion që kemi përfaqëson, e kemi llogaritur në mënyrë tillë, kolibrur në mënyrë që të përfaqësojë 1.9 milion banor të rritur. Dhe 42.7, po ta shumëzojmë me 1.9 milion. I thon rreth 810.000, pra ky sondazh ne na tregon që janë rreth 810.000 banor të rritur në gjithë Shqipërinë
të cilët Këtu futen dhe ata që s'kan votuar. Edhe ata që s'kan votuar. Po jo, nuk futen ata që kanë votuar 11 maj. Jo, se kjo është e rëndësishme për të. Po, janë edhe ata që s'votuan fare 11 maj, janë edhe këta që kanë votuar 11 maj dhe janë zhgënjur. Dhe më pas ne do ta shohim që këtë deficit të madh të zhgënjimit që krijon këtë zhgënjur e krijon më tepër opozita se sa partia në pushtet. Dhe kjo është anomalia e gjithë situatës tonë elektorale që unë nuk e di. Në ndonjë vend tjetër s'm ka bërë vaki kjo. Pra e thënë me fjalë tjera. Unë vazhdoj të pishet ajo ideja Lami që ka dy realitet. Një realitet që e shohim në ekran, një realitet që e perceptojnë njerëzit. Sigurisht, patjetër. Dhe ajo çfarë nuk kupton opozita është fakti që mendon që realitetin që projekton vetë, mendojnë që e besojnë qytetarët, ku në fakt qytetarët japin sinjalet, të cilët thonë, për sa kohë forca më e madhe opozitare nuk vetë reformohet, nuk bëhet serioze në alternativë, e besueshme dhe interesante, mbetet mes alternativës kush është më e keqe më e vogël. Së dyti, partitë e vogla, të cilat do të shfrytëzonin këtë moment, do të shfrytëzonin këtë situatë, i cili nuk para vjen shpesh, ku qeveria goditet dhe opozita ka një rënje të lirë, e gjithë vota do të akumulohet tek partitë e reja. Sondazhet tregojnë, zgjedhjet e pjeshme që ne pam, tregojnë që këto partitë vogla, jo vetëm që nuk po rriten, po këta po zbehen dhe gati po shkojnë në inekzistencën e tyre në pikën 0. Atëherë gjithë ky ambar i madh votash potencial, nga ky zhgënjim i madh i cili shohin tek fronti opozitar, i cili sjell alternativën, sjell ndryshimin, sjell shpresën, qoftë tek partia kryesore, qoftë partitë e vogla, tërhiqet, rrit apatin, rrit zhgënjimin dhe mbetet në nivelin idealit apo dëshirës se nëse do të vijë një forcë e re që do të na ngjall, vota jonë potenciale kanalizohet ashtu. Nëse s'ndodh, jemi tek varianti kush është e keqja me vogël. Mirë, shkojmë te pyetja tjetër se këtu pastaj intrigohet. Ju që do të votonit vetëm për një parti të re nëse krijohet, pse nuk votoni për Partinë Demokratike? Dhe këtu kemi ofruar disa alternativa, ka dështuar në qeverisje, pra Partia Demokratike, është partitë në diktatin e zotit Berisha, pra që mënyra se si ai ka drejtuar atë parti, mosha e drejtuese, e cila është 81-82 vjeç, apo të tre arsyet bashkë. Sigurisht ka një bizotrim të 50.5%, pra diçka më shumë se gjysma thonë që janë të tre arsyet bashkë. Pra pse nuk votojnë Partinë Demokratike, sepse ka dështuar më parë në qeverisje, pra duket që janë ata që kanë votuar kundër Partisë Demokratike edhe në 2013, ose janë bindur që ajo e meritoi humbin atëherë. Është një parti që është diktatin Sali Berishës, dhe kjo është një gjë që nuk e kundërshtojmë dot dhe jemi të gjithë dakord. Mosha e drejtuese, pastaj këtu kjo është diçka subjektive, por shikojmë që një pjesë pak më e vogël mendon gjithashtu që edhe mosha e drejtuesit ka të bëjë. Ndërkohë që shikojmë Beko që 50.5%, pra thonë, një parti që ka dëshuar në qeverisje, që drejtohet në mënyrë autoritare dhe që ka një drejtues një moshë caktuar biologjike. Është lexim? Po, është lexim i qartë fare, sepse të tre këto elementet, të cilat përmenden që në kohën që Berisha është kthyer për ta marrë PD-n në mënyrën si e mori, janë përmendur. Është përmendur që si mund të kthehet të votojmë prapë, të votojmë përsëri një parti e cila ka të njëjtën elitë me të cilën u votua me 1 milion votër kundër në 2013. Është thënë kjo dhe vazhdon ende të thuhet. Pra nuk amnistohet për këtë gjë Berisha. E dyta është që është në diktatin e Sali Berishës, mendoj që 24.3 janë pak. Duhet të ishin edhe më shumë aty. Më shumë janë se 50.5% mendon po ashtu. Dakord, e ka përfshirë dhe ato, por është thjesht i ka përfshirë të treja bashkë. Është parti personale, pra teza që thuhet partitë politike në Shqipëri janë partitë kryetare, në radhë parë nisi nga Sali Berisha se është më i vjetër në moshë edhe në kohë politike, se Edi Rama i cili ka në 2008, po dhe Edi Rama në 2005, po edhe Edi Rama ka më falë në 98-ën. Si kryetar partie në 2005. Kryetar partie në 2005. Në 2005, por që futu politik në 98. Nëse plasim të referohemi si kryetar partie. Po si kryetar partie në 2005. Dhe po jo pak, dhe 21 vjet. Është parti kryetari. Dhe si PS-ja dhe PD-ja. Dhe mosha 81 vjeç, më shumë se sa për moshën, po të vinde me ide të reja, po të vinde me një format tjetër, po edhe sikur te kalon të vetë-veten, të shpikte vetë-veten Berisha, pavarësisht moshës, do të pranoj
por nuk mund të pranohet kur thuhet moshën, e kam fjalën më shumë për moshën politike të tij. Jo, po mendoj që është edhe tek ajo, për shembull, besoj ti Se sa për moshën biologjike. ju jeni vetë koshient që edhe në gjirin e PD-s, edhe ata që janë mbështetës, edhe mes atyre ka pasur dhe ka gjithmonë një ide që okay, ti je lider partie, po për kryeministër ndoshta duhet nxjerrësh një emër tjetër. Pra, në momentin që zoti Berisha thoshte unë do ri administratori i partisë, drejtues politik i partisë, por kandidat për kryeministër nxjerr dikë tjetër, sigurisht kjo përqindja këtu do të zbriste, sepse nuk do kishte më rëndësi. Sepse ti do ofrohej dikë tjetër për kryetar qeverie. Do doja të tregosha gjeneros për moshën, duke u nisur nga fakti që Adenaueri për shembull politikën e madhe filloi në 74 vjeç për të bërë kancelar në Gjermani dhe pastaj e ka përceu moshën 80 duke qenë kancelar. Por nuk për këtë jam ose De Gaulle apo të tjerë. Por Berisha nuk është puna e moshës biologjike. Berisha është sepse është sot kopja më e keqe vetvetes në ditët e tij, më të këqija, jo vetëm më të mira, më të këqija në të shkuarën e tij. Kështu që ky cikël mendoj që është një cikël i mbyllur me Partinë Demokratike, prandaj po të vëmë re edhe një herë të shkoj atje ku e nisa në fillim, kontrastin e thellë që kemi midis dy sallave sot, midis dy grupimeve sot brenda Partisë Demokratike. Te salla që mbush Ervin Saliani me një opozitë normale, ajo është opozita normale, sepse flitet normalisht, pa eksese, nga ata të rinjt, janë të qartë, janë të lirë. Saliani flet për ringjalljen e PD-s. Nuk kanë inate, nuk pra ringjallja thot duhet shohim mirë çka kemi bërë gabim deri tani. Po pra. Dhe ai djali që foli sot në miting Mohabiti. Po pra, ja kjo është, atë kërkojnë demokrat. Pra, demokratët janë aty. E vetmja pengesë. Jo, dhe zëri arsyes është aty. Po pra, edhe mënyra se si i thon, pa armiqësi, pa inate, është shumë e mirë, është shumë pozitive. Do të thotë që ajo parti ende ka brum aty brenda. I vetmi që pengon këtë brum të zhvillohet është Sali Berisha dhe enturazhi i tij, klani i tij. Brum ka, po s'kemi Majan apo jo Lame. Nuk e lejon ai të zhvillohet. Kështu që në këto kushte, mendoj që sondazhi është i drejtë. Është i drejtë, por do të përmend diçka që tha Landi ta theksoj. Berisha është furbo, është dinak, rri aty, jo se nuk e di pozicionin e vetes. Po ai rri aty mbas ndodh ndonjë aksident për shkak të arsyeve që i tham parë për qeverinë, spaku, faktori ndërkombëtar, incidenti, ndonjë mesazh të vite të rrëzohet qeveria dhe kujt të vej, ti ngelet ti, e tha edhe vet ai. Tha që shqiptarët do të zgjedhin tha midis të keqes më të vogël tha. E tha Pardie në fjalën e tij. Dhe ato po bëjnë apo jo? E kryesisë. Dhe ato po bëjnë. Po ne ngelëm 35 vjet, shqiptarët ngelëm 35 vjet duke zgjedhur gjithmonë të keqen më të vogël kur është në opozitë. Dhe kjo e keqja më e vogël, sapo merr pushtetin, që vitin e parë bëte një keqje aq e madhe sa që ti se i dot pastaj, dhe kërkon prapë të kalojë një kohë, një dekadë. Prandaj njerëzit duan një alternativë. Shqiptarët janë dalim te pyetja një alternativë tjetër. Të bëj një sqarim statistikor, këta që thon drejtues pra kanë zgjedhur ndër të treja, i kanë pasur 4 mundësi. Po këta kanë zgjedhur drejtuesit 81 vjeç. Këta janë njerëz, shumica dërmuese këtyre ishin që kishin votuar për PD para 8 muajsh dhe tani nuk votojnë më. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë se para 8 muajsh 80 vjeç ishte ai prapë. Kjo do të thotë se problemi ndryshimi është kjo, se mos harrojmë që në ato ditë para zgjedhjeve na erdhi një këshilltar kauboj, këshilltari Trumpit dhe patën mjaftueshëm njerëz që besuan e keq atyre që besuan se ai njeriu i Trumpit do e sillte Berishën pushtet. Kur e pan që tha gjë, dhe ky mos harrojmë se ky është 81 tani. Po zgjedhjet nuk do bëhen mbas 2 javësh, 3 javësh. Po dhe ju në sondazh jeni treguar shumë pozitiv se ju për shembull mund të kishit futur dhe një rubrik me pyetjen a e pengon të qenurit non grata, statusi i tij non grata apo jo. Ju nuk e keni futur këtë, keni marrë si një problem të brendshëm të shqiptarëve, si një lider normal, do të them pa të ngarkesën e saj dhe prap është në këto kushte. Nëse do shtojë dhe prap do është ai Zaloshën. Po pra, nëse do të ishte edhe ky elementi i non gratës, natyrisht që do ishte edhe më rënd. Mirë, kalojmë pak te pyetja tjetër se kjo është interesante. Ju që do të votonit vetëm për një parti tre, pra kthehemi tek pyetja e parë. Pyetja e parë ka qenë nëse zhvillohen sa afërmi për këtë do të votonit, 42.7% do të votojnë për një parti tre. Pra asnjë nga partitë e mëdha, po asnjë nga partitë e reja që kanë lindur deri tani, pra tre partitë të cilat janë parlament, mundësia Shqipëria bëhet dhe Lëvizja Bashk. Ju që do të votonit vetëm për një parti të re, në qoftë se krijohet, pse nuk votoni për partitë e vogla ekzistuese? Dhe shiko si përgjigjen shqiptarët. 20.3% thonë nuk votojmë partitë e reja sepse janë kopje të partive të vjetra. 10.4% thonë nuk votojmë këto partitë e reja,
e reja, unë i quajt reja, nuk i quajt vogla, ti quajt vogla, po këto janë parti të reja, se janë parti 6 mujore, 6 muaj kanë parlament. Puna se po bën vjetra ose kohë. Jo, dakord, po parlamenti janë 6 muaj, me shifra zyrtare. Din vetëm kritikojnë 10.4%, 13.1% nuk kanë organizim terren, ndërkohë të 3 arsyet bashkë kanë 56.2%. Me thënë vërtetën, nëse ashtu do votohet te kjo të 3 arsyet bashkë, pasi deri diku lidhen me njëra tjetrën. Një parti që thotë është re dhe s'ka organizim terren, e dyta që di vetëm kritikoj, këtë e bën Berisha mbjes drektar, dhe e treta shkopje partive të vjetra. Pa deri diku le të themi pasqyra, unë do e shikoja veten tek 56.2% që ju Lame. Unë gjykoj që për fat keq njerëzit, opinioni publik ndan të njëjtat idera që ne kemi diskutuar në këtë studio, ndoshta në studio të tjera, nisur nga dëshira e mirë, konstruktive për të shërbyer sa më mirë një opozitarizmi të ri, apo për ndryshuar status quo ku dy partitë e vjetra kanë rreth 34 vite që e dominojnë gjithë tregun politik. Dhe nuk kanë munguar kritikat konstruktive nga ne, nisur me nga këto 3 element. Në të gjithë strategjinë që ndjekin, nisur dhe nga ngjarja e fundit. Çadra nuk është gjë tjetër, vetëm një kopje shëmtuar e strategjive të ezauruar nga dy partitë të mëdha. Në qoftë të shikosh ligjërimin politik që ju e theksuat me drejt, i gjithë është ligjërim akuzues, denoncues, as pak ofrues apo alternativ. Pra nuk alternohet. Sigurisht opozita ka një rëndësi të madhe se denoncon, atë ka në dorë, ai është mekanizmi i saj, por në të njëjtën kohë ka po kaq vlerë çfarë ti afron. Dhe sa racional je ti në gjëra që ti ofron. Gjë e cila njerëzit e thjesht, jo vetëm ne këtu që e ndjekim dhe e lexojmë politikën, e kuptojnë që ka një gjë që kërset, që ndryshe quhet populizëm. Pra flit gjëra të bukura, por që në realitet nuk kanë bazë që të realizohen. E fundit, që ne kemi diskutuar këtu, sigurisht partitë e reja e kanë vështirë të ndërtojnë strukturën në terren. Por nuk janë më parti të reja. Po të shikojmë historikun e tyre, që kanë garuar në 2025, apo jo, Zelosh, ato po krijojnë gati rreth 7 apo 8 vite histori në tregun politik. Dhe po të analizosh strukturët që kanë ndërtuar ata, ende beten parti që identifikohen me 2-3 individ. Që do të thotë edhe enturazhin që ndërtojnë brapa, edhe listën e kandidatëve që ne pam 2025, nuk ishte gjë tjetër, listë komshish, listë kushrish, listë çunatezës, të cilat kanë bëjnë edhe me mënyrën se sa atraktiv janë për t'ithur njerëz nga komunitete të ndryshme, nga shtresa të ndryshme, që pasyrohen dhe martirojnë ke struktura drejtuese, ke listat e partive. Pra publiku në 56.2% për fat të keq është jo objektiv, por ka sens realizmi më shumë ndoshta se edhe ne që e ndjekim politikën. Jo, edhe në fakt Beko, ajo që më bën mua përshtypje është që për te le ta themi dështimit partive të reja për të krijuar një profil ndryshe, nuk po them të ri, po ndryshe. Sigurisht po. Të një opozitë pak më normale, një opozitë pak më realiste. Pra një opozitë që nuk lexon portale. Një opozitë që lexon, se për shembull, shtetë gjë një opozitë që nuk është parlament. Një opozitë është parlament, nuk ka akses, nuk ka informacion. Do të bazohet te kontaktet që ajo ka me burimet e veta, me ato që thuhen dhe shkruajnë publik. Po një opozitë që është parlament, që ka akses, që ka mundësi të ofrojë. Kisha një përfaqësues e lëvizjes bashkë, që deri diku janë pak më të artikuluar në mënyrën se si e bëjnë opozitën, pra edhe në parlament, pra do futen, do propozojnë ligje. Pra një opozitë e tillë që nuk arrin dot, ose më saktë një opozitë që brenda 6 muajve në parlament, evidentohet në gjithë problematikën e saj kaq shpejt nga njerëzit. Pra mendoni, janë gati sa Zaloshën sa janë votuar në vota, gati 250.000 vota? 200.000 brenda vendit dhe një 50.000 tjerë jashtë vendit. Pra 250.000 vota, nuk janë pak, janë gjysma e votave që ka marrë ala Shqipëria madhështore, dhe është gati 1/3, diçka më shumë se 1/3 e votave që mori Partia që fitoi zgjedhjen. Pra për te temi se përsa futemi në debat komplikuar të formimi votave, sistemi etj, kjo është tjetër, po nuk kanë marrë pak vota, pra nuk është çerek milioni shqiptarë ka besuar votat atyre. Dhe mendoni, ky çerek milioni shqiptarë në 6 muaj, pra nga shtatori Beko dhe deri në dhjetor, pasi parlamenti s'ka nisur akoma, ka arritur në 4-5 muaj
t'ja bëj temi të japi verdiktin. Po ka disa arsye të dukshme T'ja lëshoj fatvën partive të reja. Ka disa arsye të dukshme që e kanë bërë elektoratin ose votuesin të krijojë këtë perceptim kaq shpejt, pra të ndryshoj gjithë, le të themi, mendimin e tij ose atë që ne prisnim për të pasur raportin midis votuesit dhe partive të reja, cili është ngjarja që ndodhi me një nga partitë e vogla, një sherr i brendshëm për vendin e deputetit, pa diskutim që ata atyre ju hoqi maskën. Dhe kjo nuk ka penalizuar thjesht një parti, pra atë grup partish ku ndodhi ngjarja, por në perceptim ka penalizuar dhe partitë e tjera në efektin domino, siç ishte partia e Agron Sheajt, partia e Alin Qjorit e tjerë, pra janë futur gjitha në një kategori sepse edhe gjykimi para zgjedhjeve ka qenë në të njëjtën pritshmëri. Më lejo të bëj për mua, më lejo të bëj një dallim. Unë jam shumë dakord me ju që sherri si perceptim thash. Po. Jo vetëm kaq, jo, perceptim, po është realitet. Sherri Shabani Lapo u bë kaq publik dhe kaq në detaj sa nuk ishte më çështë perceptimi, është çështë fakti. Jo, po, që reflektohet dhe goditjet. Këtu jam dakord me ju. Sepse këtu pastaj futemi te ai diskutimi pak më i thellë si duhet jetë opozita e re. Po ka një element tjetër unë. Ata mbaroj tani? Po dakord. Me lejen tuaj. Agron Lapaj, ky Agron Sheaj ka qenë në konkurrencë me Partinë Demokratike. Vetëm në një pikë. Kush e prish më shumë seancën e kuvendit? Kush përjashtohet më shpesh nga salla e kuvendit? Tani, ma thuaj në këtë mes, ti si një votues i opozitës, kur ti shikon që vërtet Sheaj dhe që vërtet Noka, ti thu, unë pori me Nokën. Ke shumë të drejtë. Apo jo? Unë pori me Nokën se Noka është opozita tradicionale. Qor për qor e kam në borë. Kjo është mënyra si bëhet opozita, nëse ti nuk ke as zërin e trash sa duhet, dhe forcën fizike sa duhet që të konkurosh flamurin. Ke shumë të drejtë, prandaj thash kam apo jo, pra, domethënë, nuk reflekton tek. Unë mendoj që Partia Mundësia e ka djegur vetë mundësinë e vet. Po, tani kjo që s'ka lidhje kjo me sherrin Lapaj Shabani. Cili është elementi tjetër? Ka dëmtuar, mund të ketë dëmtuar qorin, po. Cili është munduar të bëjë një opozitë më ideologjike, më politike, temi të ofrojnë një alternative të tjera. Po, Mundësia e ka djegur vetë mundësinë e vet. Po mos harrojmë që edhe Sheaj me Lapajn janë gjysh me njëri tjetër. Kanë bërë Sheaj me Lapajn, Lapaj me Shorin. Në tyre patën dhe para zgjedhjeve dhe pas zgjedhjeve. Po vazhdojnë gjysh, vazhdojnë gjysh. Pra, elementi i parë ishte elementi i sjelljes së brendshme tek partitë, po dhe me njëra tjetrën si partitë të vogla, pra që ishte stili vjetër, modeli vjetër. E dyta është vetë leadershipi në mënyrën se si e ka ndërtuar partinë ato, këto janë parti edhe më shumë parti kryetare se sa partitë e vjetra. Si thot Mixhozi, na thoni kë keni numrin 2. Numrin 2. Po, sepse nëse partitë e vjetra të paktën kanë një grup deputetësh, kryesie, ka një organizim, këshill kombëtar e tjerë, këto kanë vetëm një bërtham, 2-3 veta të cilat i identifikojmë edhe në media dhe në rrjetet sociale dhe gjithë partia e tyre është mbledhur këtu. Dhe po të flasësh, a ka rryma të nëndeshme brenda këtyre partive? Ne këtu nuk mund të krijojmë dot rryma të nëndeshme, duhet thënë, se nëse ato ekzistojnë te PS-ja, po frymën ua ka zënë kryetari. Nëse ekzistojnë tek Partia Demokratike, dhe ai po kryetari ka përzënë. Kryetari thotë janë vetë përjashtuar, po ama janë rryma ato dy brenda, tek partitë e vogla nuk ka rryma. Pra janë dhe më keq, janë dhe më rënd se sa te partitë e vjetra. Dhe e fundit është fakti që partitë e reja nuk kanë organizim në terren dhe është një politolog sot amerikan. Pse është e rëndësishme kjo pikë? Pra se i thon gati 13.1% tonë nuk kanë organizim. Pse është e rëndësishme nga pikpamja e organizimit partijak? Ja pse është e rëndësishme. Sepse dhe në kushtet kur ka hyrë rëndshëm teknologjia e re dhe ti mund të shkosh te qytetari nëpërmjet teknologjisë së re, lipset ende metoda e vjetër e shtrëngimit të dorës, shtëpi më shtëpi, e rrugë më rrugë, për të takuar kontakti fizik. Sa më shumë duar të japësh thot ky politologu, aq më shumë vota ke siguruar. Pra ti prekësh realisht, jo më të shkosh në mënyrë virtuale. Ose si dikur Indieri Nano që i drejtoi gjithmonë me emër kur shkonte në një fshat apo një qytet pasi i njite gjithë mezisë vetë, si ta e urrente populizmin. Dhe meqense jemi të organizimin terren, lejo të them dhe Partia Demokratike, që është parti 35 vjeçare, në shumë vende në gjeografinë politike të Shqipërisë e ka humbur organizimin në terren. Nuk ekziston. Në shumë vende. Po sa votohen, keni diçka lame? Kishit diçka? Jo, nuk kisha në një gjë të ekstra për të thënë, por fakti mbetet pra që
njerëzit në të gjitha këtë kritikë që bëjnë ndaj partive të reja, pra projektojnë se si nuk duhet të jetë një parti tjetër e re nëse do të donin ta votonin. Pra nuk duhet të jetë një parti e kopje partive të vjetra, nuk duhet të jetë një parti që vetëm kritikon, dhe duhet të jetë një parti që të vitë japi dorë. Ata individë të cilët kanë ndonjë projekt ose mendojnë që mundet futen në tregun politik, dhe këto janë disa nga indicet forte. Nga kriteret të cilët njerëzit nuk do donin që t'i kishte një parti e re nëse do donin ta votonin. Haruam themi kryesorën. Kanë mësuar dhe marifetet e liderëve të vjetër për të bërë këto lloj kompromise, shilesh, dalje, futje, njerëzit janë janë kopjet partive të vjetra. Ti mund ta bësh të po ku të çon. Do shkojmë publicitet për të parë tabelën më të rëndësishme. Praktikisht sot si votojnë këto parti të reja krahasuar me 11 maj, dhe patyshim ajo që na intereson gjithëve, cilat janë humoret politike të shqiptarëve në javën e dytë të sondazhit ton për vitin 2026, pra si janë kuotat e Partisë Socialiste dhe kuotat e Partisë Demokratike. Sigurisht këtu do dalin dhe kuotat e Partisë së Re, imagjinare, të asaj që duan shqiptarët të mos jetë as i PD, as i PS, për fat keq as i partitë e reja. Rikthehemi pas pak.